Monika Kryemadhi kërkon të jetë pjesë e Big Brother VIP. Monika Kryemadhi ka shfaqur hapur qëndrimin e saj në rast se do t'i shkonte një ftesë për të marrë pjesë në Big Brother VIP. E pyetur nga gazetarët nëse do të pranonte të bëjë pjesë e shtëpisë më të komentuar në Shqipëri, Kryemadhi tha se tipi i saj nuk ja lejon të qëndrojë e mbyllur, ndërsa për opinioniste këtij formati ajo pohoi se do t'i pëlqente, duke marrë parasysh se si Monika Kryemadhi është e drejtë për drejtë me deklarata bomb, mendojnë se do të ishte duhura për një format të tillë si Big Brother VIP Albania. Por a do t'jetë apo jo, dhe nëse kjo deklaratë e ish deputetes ka shkuar në veshin e produksionit, nuk na mbetet gjë tjetër veç të presim dhjetorin. Ndoshta mund të jem interesante në Big Brother, por nuk e di se sa produktive do t'jem për produksionin sepse mund të krijoj probleme, ka thënë ajo.